Konsultimi publik duhet ta bëjë Këshilli Bashkiak. Kjo është ajo që po ndodh. Dhe janë e kam thënë që është nonsens që atë ditë. Sepse kjo është si qeni Juani. Juani kërkon të ndërtoj një antenë sot. Dhe ne do t'japim drejtën ta bëjë se ne do të dëgjojmë Juani të ungarisë për ditë të bëjë antenën në Pobredet. Personalisht jam shumë e qartë. Tash ngërçi vjet sepse detyrimi ligjor për konsultim publik është i favorohet Këshillit Bashkiak. Dhe Këshilli Bashkiak në momentin që ka ardhur si projekt vendim, i përfaqësuar pa emra të përveçëm në atë rast apo se ka kryer. Në fakt nuk e kam të ketë ardhur më përpara në Këshill që të ishte bërë një konsultim publik. Sepse mund të cilësoj, ai ka qenë projekt vendim për studim, jepe për studim, me 1 vit kontratë qirake, të mos i ladrojmë gjërat. E kishit edhe bashkërinë. Ndryshe është për studim do të thotë që studiohet kjo lloj problemi. Por nëse fuqia e erave është e mjaftshme që pastaj të faktojmë ne ta japim me qira, unë kështu e komentoj. Megjithatë të vazhdojmë për të bërë një konsultim publik përpara një fakti të kryer, për mua nuk do të ketë absurde. Po ku e shikoni faktin e kryer? Po këtu është ky e ka marrë licencën dhe ky do të bëjë ndërtimin. Po do të bëjmë. Ne ja japim me qira, pa diskutim me qira. Ti do të nuk janë dakord i rrezik po vendimi e marrë po arsyeja se mos ka jetë pse s'ka jetë kjo është nuk e kam çik absurd që me çka do të me jetë tu, s'ka me konsultor. Kjo është kjo është ndërçi. A që vjen për shkak të kjo që do të shkruaj çdo ditë për rradhë të mëjtë konsultative. Ky është ndërçi se nuk është për shkëlqim të shkruaj. Tani pra Ja argumenti që ne si bashkiak do të bëjmë konsultim publik me banorë, unë personalisht kam folur me kryetarin e fshatit, Pretush, dhe me shënë që ne nuk na është marrë një mendim, sepse në komision na tha që ne kemi bërë konsultim me banorët. Atëherë kur kryetari i fshatit nuk janë në Pretush. Nuk është në Petrush. Kjo është në Çepenat, për kam është në Udënish. pro laikë po. Po, është në Udënish, në zonën e Kastranit është në Udënish. Dhe ne kemi bërë E kam nga formë dhe a ka qenë një projekt i madh, po ne të po kërkojmë tani. Gjithsesi, kam lasë Ska të përsa Në gjithatë e këtu pranohet që të shkërën një konsultim me banorë. Dhe unë i qëndroj i pashën, unë që të këtimet po tem për konsultim publik, dhe banorë të njëhen po tem me këtë investim, për qikohen statuset e botës, që ose ka të në i pretendime, ose në një Mirë që ne me banorët e kemi bërë, por ka qenë pjesëtar Këshillit përfaqësues. Jo se s'kemi bërë me banorët. Ka bërë bashkia. Ishte më shumë mirë, ishin të gjitha ato prezantime, ishin të gjitha dhe vendimi që është parë në mjesë dhe jashtë, se ka përkuar jo të fakto, kemi të një përdorim, ka principati, momentin të fortë në përdorim, momentin të tjetër të shtjetën në përdorim, shumë që nëse është studim, apo nëse është ishte për një vit. për ta vëtoj, për jetë në përdorim, dhe në çdo dhënie përdorim dhe vjen për konsultim publik. Dhe nuk kemi një parë apatit se e kemi thënë vetë që vjen një shkaqe. Dhe më kryesori ka qenë sidomos konflikti ekonomik që ndodh rëndom për shkak të mosregistrimit. Për mua, duhesh të përsh raportohet. Bashka objekti është një vit që është muaj, 9 muaj, ne nuk kemi lërgur apatit për të konsultim publik. Dhe prandaj nuk të ndryshojmë. Por që është bashkia të çdo dokumentacionin e konsultimit, absolutisht. Po sot jemi para faktit që shkojmë me një përveçmë atje, se nga por se di çfarë nuk do të vjen në kështu. Se ka vetë marrë është ajo. Do të
që në përkoq, edhe atyre udhëzimeve që morëm, që ne duhet të referojmë të tjetë dhe mendoj që duhet të vetë konsultimi, sepse morëm absolutisht udhëzime se si duhet të ndihme procedurën e terapirative për vendimtar. Kështu që mendoj që ne duhet të referojmë të tjetë, sepse kjo na u teksuar nga regullësit. Jo nga kohë që duhet bërë në konsultim publik, se nuk ka shumë të Atëherë, personalisht, po ja në një mendim dhe kam bërë një argumentim ligjor për domosdoshmërinë e zhvillimit të konsultimit. Në lidhje me projektime, përmirësimin e në përdorim të fondit ligjor dhe deputet Mona dëshiroj që të vendoset në proces verbal dhe të bashkërim të këtë. Në përdorim të fondit ligjor vullnestor për ndërtimin e parkut tani, edhe diçka kam, të lutem në kam. Në disa është eoik, unë mendoj që është eonik, apo? Jo, ma që eoik, gjua teknike. Apo dhe e them që ta qëtëtia. Vlerësohet se është e domosdoshme zhvillimi i një procesi të ri konsultimi publik nga Këshilli Bashkiak, pavarësisht se administrata e bashkisë ka realizuar një konsultim publik më herët. Baza ligjore ligji 185/2020 përveç qeverisë vendore. Ne 17.1. Organi i qeverisë vendore ushtron funksionet dhe kompetencat e veta në mënyrë të hapur, transparente dhe me pjesëmarrjen e publikut, sidomos procesi që kanë ndikime në interesin e përditshëm të komunitetit. Ne një kështu në pikanje dhe 2 parashikon të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në proceset e vendimmarrjes së organeve të qeverisë vendore, përfshi këtu dhe konsultime publike të zhvilluara nga Këshilli Bashkiak. Ligji 146/2014 për njoftimin e konsultimit publik, shtator përgatitjes së një akti me ndihmë publik, është i detyruar të njoftojë dhe sigurojë konsultimin publik të tillë. Në 11.1 autoritetet publike janë përgjegjëse për organizimin dhe dokumentimin e procesit të konsultimit publik që shënon që gjithmonë e kemi bërë më mbas. Arsyetimi i ligjor, nga interpretimi i këtyre dispozitave, mendoj se konsultimi publik i zhvilluar nga administrata bashkiake në fazën e përgatitjes së projektit ka operativ teknik dhe përgatitor, pra është në funksion të artimit të projektvenimit dhe relacionit shoqërues. Këshilli Bashkiak, si organizacion qytetare, dhe organi që miraton aktën komunitar, ka detyrimin ligjor të zhvillojë vetë proceset pa parë konsultimit publik me banorët e grupet e interesit para miratimit të vendimit. Ky detyrim përmend ka fakti që secili organ publik është përgjegjës për konsultimin e akte që ai miraton si pacientit në vjetë 126/2014. Për më tepër, në 17.189/2015 kërkon që vendimmarrja e Bashkiak të bëhet me transparencë dhe pjesëmarrje efektive të publikut, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje që prekin interesin publik dhe pasurinë publike, siç është përdorimi i fondit vullnestor në këtë rast. Përfundimi, në përputhje me kuadrin ligjor të sipërcituar, konsultimi publik i zhvilluar më parë nga administrata bashkiake nuk e përjashton dhe nuk e funksion detyrimin e Këshillit Bashkiak për të zhvilluar konsultimin e vetë publik. Për këtë arsye, përpara miratimin të projektvenimit në fjalë, Këshilli Bashkiak duhet të publikojë projektvendimin pas konsultare e në anketës së bashkisë, për të publikuar me grupet e interesit sociale, komentat dhe sugjerimet dhe përpasë të komunikojë procesin e konsultimit. Ky veprim siguron respektimin e parimeve të ligjshmërisë, transparencës, pjesëmarrjes qytetare dhe legitimiteti institucional në procesin e vendimmarrjes. Atëherë, nëse kjo është unë mendoj që ta kemi në votim. Kush është të kalojë në konsultim publik? E kemi në votim kush është të qëndrojë në atë. Atëherë kush është kjo të
do ishte që të qëndrojnë atë, që se kemi në agendë. Ose është të qëndrojnë në agendë. Fika 15 për miratimin e tërhesit në përdorim. Shprova të diskutojnë sot. Kjo t'ja bëhu këtu. Shprova. Në qëndrojnë në agendë. Po. Dhe të diskutojnë sot. Nëse do të qëndrojnë në agjendë, duhet të votohet. Mos i O konsultim normal, në shumicë. Janë 23 njerëz që deklarojnë në konsultim publik dhe 3 janë abstenit. Jemi dy shtesa për mbështetjen e buxhetit të vitit 2023 për auditin e me komisione që të pika që njësë të në agjenë, me mesin të komisionit, dhe kemi dy pika që usonë në smorë. Miratimin në parim të qënjes në përdorim të tubacioneve në toksore, shkrijet e linja në toksore, telefon, energji, televizion tablor, internet. Ky erdi me email tjetë, është i projekt vendim që erdi tje me email. Kështë të dakon që të putek në agjenë? Kjo s'ka në konsultim publik. Jo. Për të rendime financiare, Përmiratimin e fondeve për investime të ndryshme, për një shtesë në vendimin nr. 15/2017 përmiratimin orareve dhe stacionet për linja rreth qytetëse, përmiratimin para prag të hartimit të planeve të menaxhimit të ekonomisë kryore që apajnë të burimikës, për shqyrtimin e vendimit nr. 85/2025 përmiratimin e rregullores financimit të projekte kulturore, artistike dhe sportive, i kthyer me shpresën e prefektit
numërën 100 për protokoll të atetit vitit 2025 me lënë mbi bashkëpunëtorë të aktëve të Këshillit për miratimin e artës së përgjithshme të datëve të lejuara nga Territori Bashkëkombëtar për vitin 2026. Për katëstovës, prezident e ministrarë të indikatorë të votëra në iniciativë të Rama në tjetër me qëra. Si ka 12 për miratimin e njëjtësisë së tokës për ekipet e 7 hektarë në 6.620 metra nëntër iniciativë të përgjithshme në ndërtim që mund t'jeve me qëra ata në kalon publik. Pregatimin e dhënies për dikën për zëvendësit ekselent që kanë provuar arsimin mesin në vitin shkollor 2024-2025, pregatimin për një shtesë vendimi nr. 56 datë 19/6/2023 për krimin e Komisionit të Përgjithshëm të Këshillit, i ka 15 ta emëratuan kalon në konsultim publik për miratimin e dhënies për përdorimin të fondit profesor si përfaqësia 25.000 metrator për shëtimin e hetimin e parë të LOI në Bashkinë e Kooperativës së Direktorisë së Udhëtimit SHT. Shtesa për një shtesë në buxhetin e vitit 2025 për raportimin e financiare për programin e SUNIKA, për miratimin e parë të dhënies për përdorimin të situacioneve në kërcënime të shëtimit të shkollore, për dhënien financiare të shkollave. Kjo është agenda komunitare e fundit. Kundër abstenim Vazhdojmë me deklarimin e konfliktit të interesit qytetar për vendimarrjen lidhur me çështjet e renditës. Është dikush që ka konflikt të interesit me këto pika që do të sot? Jo. Vazhdojmë me miratimin e procedurale të datës 25/9/2025. Është dakord? Kundër abstenim Leximi i vendimeve dhe konfirmimi i prefektit për ndërhyrjen e datës 25/9/2025. Me letrën me emrin protokollit në fraksionin 1, forcë në vitin 2025, letra mbi bazë ligjore të akteve të Këshillit. Përgjigjur në ligjin 107/2023 për prefektin e ndryshuar, pas verifikimit të vendimeve nr. 85/87/2025 Këshill Bashkiak, konfirmoi bazëshmërinë ligjore të tyre bazuar në nenën janë të gjitha nenet e baza ligjore dhe të cilat ne kemi pasur në projekt vendim. Lidhur me vendimin 86 datë 25/9/2025 Këshilli Bashkiak Kooperativ, pas verifikimit të bazëshmërisë ligjore, nuk konfirmoi bazëshmërinë ligjore të tij për arsye se pas shkrimit të përmbajtjes së aktit, përfshirë rregullore të bashkëlidhjes së pjesë përpozicionit, evidentohen informacionisht dhe posaçërisht si në aspektin formal ashtu dhe në atë në përballje. Në pikën të vendimit të kreni përsëritje e parë e mëshme referencë kulturore që është përdorur për miratimin e rregullore. Po ashtu në zakon do të bëhet përfshirje për tekstin e rregullores. Analiza e rregullores është shumë në përballje strukturë dhe terminologji, duke kufizuar ato vetëm në funksionet bazë, mundësitë kryesore të përfshirjes, mungesë qartësie biologike të shëndimit, mungesë kognitive të kriterit të qartë vlerësimit, mungesë avatesh të procedurës së detajuara pa qartësi në dokumentacion, mungesë parimesh të analizesh dhe masash të Rregullore nuk përmban një hyrje të qartë për shënimin e objektit, por të sugjerojmë si thirrja e një nenje objektive qëllimi si dhe të specifikohet rregullimi i financimit të objektit të projekteve kulturore, artistike dhe sportive nga Bashkia Kooperative për saksionimin e kulturës. Shërbimet e përgjithshme rregullore janë pafota, mundojnë të marrëdhënie të projektit kulturor, projekti sportiv, projekte financiare të tjera. Struktura nuk ka koherencë dhe paraqitet me rregullime pozitive të sqarimit shëndetësor. Struktura numër 3 dhe 5 janë të përgjithshme, sugjerojmë të përmendë rrafate të qarta për fazat shpalljes për shkrim miratim dhe dispozitiv kodesh. Nuk parashikohet masa aplikacione për mos certifikim të detyrimeve nga përfituesi, për shembull mos përmbushje e projektit apo mungesë raportimi financiar. Nuk ka kapitull të veçantë për organet përgjegjëse. Komitetat e Këshillit Bashkiak Kombëtar, qendrat funksionale dhe Komisioni i Vlerësimit janë të paqarta dhe të shpërndarë, dhe mungon sqarimi i plot ligjor për rolin ligjor që ka qenë në funksionale të Kooperativës. Po ashtu mungon një nenjë hyrje në fuqi dhe publikimin e rregullores. Si punim rekomandojmë Këshillin Administrativ të Kooperativës të hartojë një projekt rregullore të përmirësuar dhe të plotësuar për miratimin e Këshillit Bashkiak, duke përfshirë të gjitha elementet e mësimeve, më pas Këshilli Bashkiak Kooperativ të procedojë me vendimare.
përfaqe e 37 hektar dhe 6.623 për hektarë e institucionit administrative funcționale që la do kalojnë në konsultim publik, edhe për parkun e lojë. Që është i ka, që të di. Atëherë, vazhdojmë me projektimin e radhës për ndërhetimin ekonomike nga Fondi i Shtetësisë për projektimin ekonomike për muajin shtator 2025. Muajin shtator që janë rekomanduar të shkruar angazhimenti i politikës publike ekonomike në 27 familje, ku kemi fond total 720 e 625. Alle diskutieren wir über D'accord? Unter abstenim. Faleminderit, vazhdojmë me projektin e radhës, përmiratimin e fondeve për investime të ndryshme. Vendimi që po flitet sot, ka të bëjmë me 5 objekte, të cilat ne do t'i tenderojmë për vitin 2025 dhe lutimi do të bëjë për vitin 2026. Dje në mbledhjen e komisioneve ka qenë prezent Paskalino Zita, në kryetari, ku ka shpjeguar 3 nga objektet përkatëse, sot nuk kemi asnjë prezent nga Universiteti të Drejtës, por 2 objekte do t'i shpjegoj Besa, drejtoresha e emergjencave, dhe 3 objektet e tjera, që është rruga e Runënit. Dhe 2 projektet unë nuk di specifikisht t'i shpjegoj nga ana inxhinierike, por ditë të thonë që rekonstruksioni rrugës në Rëmej, ka fondet janë gjysmë për gjysmë me Këshillin e Qarkut, gjysmë për gjysmë, jo, po mund të themi 70%, duke qenë se fondet janë të alokuara në derën e Tesarit. Kjo është arsyeja që ne fillojmë për vitin 2025 dhe lutimi nga ana bashkisë do bëjmë për vitin 2026. Projekti është vendosur në relacion, nuk e di nëse e keni lexuar apo jo, për pyetjet të mëtejshme nga ana inxhinierike nuk di të përgjigjem, po dje ishte pasur dhe besoj se e shpjegoi pjesën që duhet nga ky objekt. Kuptojmë nga ana inxhinierie, ne këtu flasim për prioritetet pastaj. Po, jo, nëse ka një pyetje, Pse tani isha Lidhur me shkollat e kërkimit, doja të dija si nga shuma që është akorduar. ato janë projekte, nuk është një projekte, se projekti është shumë i vogël për të projekti, dhe projekti do të shohet tek Fondi Shqiptar i Investimit, që investimet do të jenë nga Fondi Shqiptar i Investimit është 80-20%. 20% ka bashkë. Se këtë do vi vitin tjetër, se ne nuk e dimë nëse do ta fitojmë apo jo, shpresojmë ta fitojmë, nuk kemi të sigurt. Vitin tjetër do rifutet objekti dhe jo projekti. Dhe që projekti tjetër është edhe për qendrën kulturore, një rekonstruksion të qendrës kulturore, dhe kjo si shkolla Kolikush dhe Satin Aroni është vetëm projekti, dhe më pas do kemi për vitin tjetër do kemi fonde nga Ministria dhe pjesa tjetër nga Bashkia. Për 2 të tjera do shpjegoj Besa pjesën e rekonstruksionit të objektit i gjeologjisë edhe të zotit Ai ku do të gjëlojë nga mama se Fondi i strehimit, fondi i vjetë i strehimit është në masën 3%, është një fond i ri i krijuar, nuk ka ekzistuar më përpara. Me vendosjen e ligjit të strehimit në të gjitha lejet e ndërtimit, të cilat janë pranesa kolektive që kalojnë 2000 m2, investitorët janë të detyruar të paguajnë 3% të vlerës në funksion të strehimit social. Disa investitorë kanë dhënë të sipërfaqe nobilit që janë duke ndërtuar, ndërkohë ka pasur dhe nga ata të tjerë të cilët e kanë paguar si fond. Pasi ne kemi vjet në dhënien e lejeve të reja, është krijuar ky fond i ri dhe ne kemi menduar të kryejmë rekonstruksionin e objektit ish gjeologjia me qëllim strehimimin e 6 familjeve. Pra nuk do bëhet vetëm qastia, por do adoptohet në 6 ambiente, apartamentesh të një standard si banime dhe ku mundet më vonë të strehojnë 6 familje të pasurat të qytetit të Bogradit. Pra është një fond i dedikuar i cili duhet të përdoret qëllimisht për strehim. Qendra kulturore
që mos harrojmë mbajtje. Gjithashtu, një pjesë të fondit, duke qenë se preventivi i zgjeologjisë nuk e plotson të gjithë fondin e vjen, do të përdoret për rikonstruksion e banesës së zotit Ylli Hysam Begasi, është një banori i Fuçimosit, i cili jeton në kushte shumë të vështira ekonomike dhe do të përdoret për të rregulluar kushtet e banimit të zotit Ylli Hysam Begasi, është aplikues për përmirësimin e kushteve të banimit. Ne do të kemi investim të që janë mundësi në ja dorojmë një Kuj? Ne kam hyrë dhe kërë vetëm në një kafë të godinës, kështu që dy kafë, ja, po ne do kërë të kafë në kishë. Pjesa e poshtë është e publikuar, është në ndrysë. Ishte kështu. Se me shqiptarë. Disa vetëm për studiet e projektimit, pakisht do të para shumë mirë, ajo e cila do të përzihet për projektuar. Është me tender ajo. Për këto objekte shikoj dhe studie serioze. Për objektet që unë përfaqësoj, do të gjende Ylli Hysam Begasi ti kemi hartuar me specialistët e bashkisë. Nuk prokuroj projekte. Ndërkohë për urbanistikën, ajo besoj do prokurohet, do të vihet sipas standardit. Do të projektimi të programit Mos ajo është nuk është në program Nuk është e realizuar, asnjë nuk i marrin në shërbim. Minima e ka vetëm në program. Edhe në votim, kushtë të akon? Kume të të tenim, vazhdojmë me projektimin e radhës për një shtesë të vendimin numër 510 datum 2017 për miratimin orar të 5 kilometre për linja drejt qytetëse. Kërkoni rashtesë në shoqëria shqiptare Trans, licencuar për linja provizionisht për kundës provizionisht bashkë me shtatë. Dhe konkretisht kjo linja aktualisht realizohet transportin e mësuesve dhe nxënësve pas dështimit të tendrit nga drejtoria Ramada Simore, mësuesit pajisën me kështu marrin lekë nga drejtoria dhe udhëtarët shoqëria realizon orare të zakonshme, por të dalin e vëshme që në këtë kohë transportin mësuesve dhe nxënësve realizohet nga kjo shoqëri. Konkretisht shoqëria ka shtuar një mjet, por në orarin 13:30 që vetë lizja e mësuesve nga Rodakali, konkretisht për drejt programisë nuk është në licencën aktuale. Këshilli sipas ligjit ka të drejtë me ato stacione dhe me kërkesën e shoqërisë mendojmë që ora 13:30 të shtohet në licencë për bezësimin e licencës aktuale dhe të shërbimit. Atëherë kolegë, kemi pyetur ose diskutuar në komisionin. Kundër, abstenim, faleminderit. Vazhdojmë me projektimin e radhës për miratimin paraprak të artimit të planeve të menaxhimit ekonomik kryore Qafaj në Kurini. Do të dëgjojmë Tanë në basë një 57 të bishë të tyre, bashkimit janë të detyruar, bashkimit që të bere bashkimit në ekonomik kryore dhe klosore, të cilat të të në bashkimit të tyre. Kështu që edhe bashkimit të pradis, krasë ka miratuar dhe të rikatë të në bashkimit dhe peshikesin i ekonomik kryore dhe klosore, qatë fanë bënjës. Kjo të e bashkimit dhe që nga që në samë të mirë të tyre dhe asetet që në dhe ekonomik klosore, për të parë sa më do të përmirësuar sa më mirë dhe ekonomikë kullosore, që këto hyrje dhe këto të bjerë në shqyrtimit dhe bashkisë që do të mund të pasurin. Personalisht ka vetëm një komentë. Futa e ka lëvuar shumë mëndje. Diku thot, duan një serim nga nga jote, diku thot miratimin paraprak në titull. Në titull brenda thot miratimin e plan. Më poshtë për prap miratimin
paraprak, domethënë është të lutem na sqaroj këtë gjë. Pjesa tjetër, kjo nuk është në fakt ka fjali që po të lexosh janë pa presje dhe nuk jam të kuptueshme. Vërtet jam specialiste, por fejtën e fjalës njeriu është dorë që se lexon më praktike. Po edhe një lutem punoni një pak më të ide, do sepse po, se nuk kam të pjesë në shmiratur para praktën, apo është plak? Në relacion. Jam të pjesë. Bashkia dhe Ministria para Salo, para Ministria, pasare por Ministria, alternative or stand na bine, që të zgjojnë në Po, ja që të një dashkishën, ja në këtë në protokoli dhe tonë në relacion të kohë. Relacion të kohë. Më të relacion të bashkë, më duhet të ndarë. Relacion. Ati puskallë e pikado, pika e të vërëgaj pika të Nuk është me klasifikare. Jo, nuk ka lidhje vetëm me shënderosi e avizonë. Nuk ka lidhje vetëm me financa, ka shumë. Jo, mund të vishë dhe të ashonë, shprej mendimin tim sa përgjime ka. Jo se kam parë. Jo, nuk është vetëm rajo që ti ka. Dhe nuk ka kuptim, lezon projekt mendim, dhe qo ka e mendim që është projekt mendim, sërish është 2 herë projekt mendim. Nuk e kishtë të me që regulojnë. Sa më këtë të të rrasë të lasë. Se ndoshta këtë të shtjetë shështë këtë në analizite, po gjithë tjerë të tjerë nuk ishin gjithë të konsultimit publik, dhe nuk kemi në publik pasë të në komisione, në minjatë të konsultim. Kjo është një format projekt vendimi që ne nuk të kajtë në konsultim publik, se në zonë është kajtjamja, si edhe se në kështë në një jo, për njërë së të vjetë, të ligjit s'ka që me tyre në tyre, kjo thotë që ka të shpisës e të operatorin, cilit të marrë, të zhulluar projekt, e ka të projekt ligjorë në përqyre shtetare. Pra, ne bëjmë garantinë dhe që të sotë se të shka më shkohë me këtej kështu që nga çdo plan e kemi kaluar për të shëndetshar të gjithë, edhe ky është një kontrashtat të tjetër. Tëra që në operatorin e Kanal teknika në Ka informacion inspektoratit tjetër për shërbim kryore i bashkimit ligjare dhe bashkimit të miratuar më parë ka këshillit bashkiak se si po ecën ato. Sepse ne sigurisht që miratuar po do të kemi edhe një informacione, sepse këto planet të bashkimit që kemi miratuar. A ka një kontrol dhe firmave që marrin Njëra dhe dyme shtarën që mos të. Dhe dyta, ka shumë ankesa nga banorët e Mokës për fenomenin e prerjes paligjshme të pyetëve. A ka respektime, kontrole të vazhdueshme nga ana e inspektoratit për këtë fenomen dhe ta që diskutuam edhe në komision, mua personalisht, si qytetar dhe si qytetari Pogradecit, nuk më intereson vetëm zënja e sasive të prera, por për tjetër sa nuk më intereson mos prerja, ka qenë burim e pyetëve. Sepse në momentin që kapim, dakor, dhe është një statistike, por dhe një zhverë, por është nëse kapim në statistike të cërsore. Pra, do të në zonë, me pak kontrole të vazhdueshme informacion nga kretlejtë dhe partejtësive. Përse këte ne e të një anë mirëtojnë plane në bashkimi, nga atë një të spate dhe shatë, në të ka sejtë. Të ty, që është e kështë. Basi planet të bashkë në kemi në miratë për dhe në pas këtyre planeve, do të ne kemi shkëtuar në ato ekonomike që e mërë dhe anë, kemi shkëtuar në ato parsela që ne nëtojnë
që janë të shkruara dhe janë miratuara nga Ministria që janë shëndetësuar për rejtë publika dhe popullare. Kurse do bëhet nga inspektorati i kontrollit monitorimit dhe shqiptar nga inspektorati i hyrjeve, i cili operon në këto që është ka të ty ligjore që shqiptojnë në kazën e si Gjyme Argjini, kemi në mështetit e tyre, dhe ata kanë informacion më të saktë. Armin nuk të që është shembe, nuk të një po është e direktore që është përkesë në qëtorea, që sa në përshetimi, po di që janë dënuar në sa edhe njërës të këto, në të frejë ose janë zeme. Po, dhe njësore, deri tani, me tani 2025, me sistemi e ri i gjobave në valorizacion e masa në termën e malet të milion. Masa është sepa administrative, nga 10 milion deri në 5. Deri në periudhë janë marrë sistemi masa në termën e milion, ndërsa janë dy persona të lirë që shmarë masa e të shmërë, që shty kishin në sërë së parë. To janë të shumari në me të transport. Ne kanë të bëjë që janë në prejtë. Ati ka të të burka që të përshpinuar së pasë. Ne gjenë rasove që kemi ne kemi paradim që në prejtë, ose e kohë e prejtë, ne kemi zena dhe dru, masi sasi drush, edhe ati që kemi marrë me makinat e bashkisë, ose makinat të që kemi pajtuar, që kemi si në të bashkisë. Ju në të bëjmë minimizimi se përfundimisht se lekë normalisht nuk ka, por ju është ndikuar nga përmjeve që kemi funksionet nga stafë të e në të kërë, që të të sërgjit të kërë. O kisha i bëndi ose të person në katër të përgjë. Se marrë të cërgjit. Pas miratimit të planit, alimit të treta banorëve, që të veprojnë të një si të veprojnë e toka që kemë si të marrë në të tyre në qëratë, që të dojë pas miratimit të planit. Kare në shumë nga ta shqisht në pas miratimit. Tani, shlamit e nga shumë një se marrë në teknike është inventarizimi pyre. Që do të thotë, ky inventarizim specifikon volumin i cili është momental, parcelat e të gjitha merat. Tani menaxhimi të aplikohet në të gjitha bashkitë në radhë kuptime. Është me funksionim 10 vjeçar. Në momentin që fillon plani aty bazohesh është arkiva kuptimer, parcelat të cilat ne aplikojmë për shfrytëzimin e çantarsisë, të cilat ne radhë ministri. Po ashtu edhe marrim pjesën e informacionit të volumit e gjitha të tjera. Nga ky plan menaxhimi bazohemi si në shfrytëzimin e çantarsisë, po ashtu edhe në shfrytëzimin e subjekteve private të cilat operojnë për sigurimin e profesionit për ende publike, kopshte shkolla qertë. Ai që dole ku se po që Ja, unë të vejmë që të bërë. Ashtë ka përfuar numri i metrove për kopshën që dhe shkollat e Ka një plan shëndarje. Nuk e një të pyta unë pyte për a morë për gjithë, po të e rëshkojnë. Okej, shumë. Tani ka një plan shëndarje, i cili është miratuar faktën dhe i konfirmuar faktën për mësumave nga zyra arsimore. Për përmishin 2005-2006. Munizimi Munizimi jetër, fillon nga data 15 nëntor deri në 15 mars. Munizimi është i sigurt, nga panera impresorë është në fushë me bashkisa. I kuptohet i siguruar nga subjekte private dhe nëse po registron, do shkojnë dhe ato për dita prejme, po të shkolla qertë. Për vitin 2025-2026. Shpërndarja fillon së shpejti nga java, kështu që nëse se përkemi asë që shpejti. Kush ka për të tjetë? Ne kemi miratuar disa plane të tjera për
zona të tjera kryore. A më tonë do të ai sa metrokubu, se sa kemi trajnë e të sasi, sa kemi shtuar në të totale që kemi bërë. Kemi shtuar në 1 metrokubu, apo vetëm kemi shpaksuar në inventarë. Pra kemi bërë plan të shtuar 1 hektar, 1 metrokubu. Kemi bërë të tjene, sa kemi shtuar. Sa kemi shtuar që në rritë e vetore i finë, në rritë e vetore të più, së në atë që tjenë, në të statajtë të ka shpejve. A mund të pjallë që në përkilje për që ishtë dhe Si e si shpejt dhe vite sa të pakësim në prejtë e parë, në prejtë e ishtë, në prejtë e parë. Ja, dëgjoj, marrim në pyetje. Sa shqita të shëtë në rritë. Po, shumë në mënesë. Edhe një, kemi bërë një plan të që shtojmë të qka nga fundi për jo. Kemi shtuar apo jo, ka që si. Rritë e vetore shtohet të 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 nacionale. Nuk se nga në shmëzite, i ka jo, nuk kemi për përgjime. Nuk kemi për përgjime. A kemi në plane mujore, 6 mujore, 3 mujore, kërto shtesta, a kemi të evidentuar nga këtë nga enti që vere të kështë bashkë në këtës. Nam e të qatë, ne shumë bëjmë atë partira, në basë atyre në shumë bëjmë partira, dhe japim në basë atyre në mërë e shumë të zi, le mërë e përësin e të Ere po e këtë në kishë të ikë në rëku. Dhe ko dhamë të prejrë për përdorën të mundjari për të 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 një eksperion, i të një shtuam, po dhemi lejtë, a që në kuaj, është bilansë për të një për negativ. Në basë, në shumë e shprejrë, në shumë e shqipër, ma të lasë sa shtë territorë. Nuk është me madhe sa atyre që shqipër. Atëre dhe një, përse e bëjtë parit të planin e mbarë shtimin. Përse e bëjtë të përse nga që sa pasonika bashkia dhe sa është të të shqipër sa në një shqipër sa në një Ka shumë, ishte në parim vetë, nuk i të në studio, në parim të parim të të rejë. Ne përduam një plan të duhëm për zonë në opës sikër. A kemi një të dhëmë për që ka jetë për plan në të rejë. Ne kemi miratuar të një fund 3 milione të reja. Pra të plan. A është realizuar në gjëseni nga përplani 8 milione. Ka që më duhet të përduhet. 7 milione sa kemi ka të miratuar të Gjatë marrjes në dorëzim dhe vlerësimit të dokumentacionit teknik-religjor të fondit kryor dhe të dorësorë, nga
caktuar smart do të thotë se s'ka presje. Në pronësi të Bashkisë Kooperative është konstatuar se plani i mbështimit rezulton që është hartuar ekonomisë rrugëyore, burimit të Treçapaj është mbështuar për të fundit të vitit 2002, ekonominë të gjatë viteve ka pësuar në mbështime të mëdha dhe mjaft të ndjeshme, si për sa i përket strukturës sa shkundë shpërndarjes, pasjata të moshës dhe prodhimit. Prandaj kjo nismë ka e mosfuar ka marruar karriera. Për punën e bërë për artimin e planit të tjetër, kalimi një pjesë të kësaj ekonomie nga shtetërore në zonën e Bashkisë, ku kërkesat për artimin e këtij plani të shpikur, kërkesat pra për arsye që mos i punë u pajë domosdoshme artimin e këtij plani i cili do të pasojë gjendje reale të punëve të tjera në përshtatje të ndryshme, si ajo e protektarisë, paqes të rrimi dhe me të gjendja e arsimit biodiversiteti. Kjo sjalia, tani si kjo fjali ka shumë në dashka, nuk e di si mund ta zënë në ministri. Zoja kryetare, të lutem pak. Aty zotëri sa ty, foli atë që në folu, atë artima do dhe ka për zotëri, asaj nga tjetër. Po nuk po them që ka zotëria. Ishte personi për fatë që e ka artuar atë. Qëtoja se zotëri. Doja të nga të të tjera, pasi që më të nëse të të për Kurisë të Bashkisë, që është përkshu këtë projekt vendimi, çfarë përgjegjësi ka shumë të institucione. Tani, nuk e di ose do ta lënë nëse muaj, më ndela e rrallë është pas një muaj, ne do të kemi para. Po pretendoj se ta cilat se Gracias.
e rregullojmë pastaj. Në po vini prapë ashtu. Po bëni pastaj po e shumë, në grakolla dronë se të Sepse
Tani rregulloria është e rregulluar, e të gjitha janë reflektuar të gjitha ndryshimet, të cilat ka kërkuar edhe prefektura, kështu që tani ftoj kamerator. Jemi të përgjithshëm për të kartuar se shtanë, sepse i bumër e do të i diskutuan, mos shkojmë deri atë, jo se është lexojmë të gjithë. Ta kishim thyer çfarë di, ishte për kjo gjë dhe ishte bërë si shtuar. Mos shkonte me gabim, sepse dhe rregullimi nuk ishte rregullim. Mos ndodhi më këto, prandaj më mirë kur të liçen gjëra rregullohen tamam që mos kemi më të. Dhe kur e kundërshtojmë plotësimin e apo të gjithë, për hir të asaj që interesoj përgjithësisë që kemi. Atëherë, kemi diskutuar në përmbajtje në forum ka diçka. Edhe në motiv dakord. Kundra abstenim vazhdojmë me projektimin e radhës për miratimin e ardhës së përgjithshme të planeve të lejuara në teritorin e Bashkisë Progresistë për vitin 2026. Sërish takohemi për hartën e vitit 2026, nuk ka ndryshime, është përsëri e njëjta, kishim bërë ndryshime pasi ka kaluar kontratat 5 vjeçare që kishim marrë hotelet e mëparshme, i kemi kthyer të menaxhuar që të mund ata të riaplikojnë përsëri. Është e njëjta hartë, të njëjtat vendbasime, ne ka edhe në arsiv ku e dërguam, që kontrollohet që në 1000 metër linear 300 metra të jenë publik, është i gjitha e statësuar, kërkoj miratimin nga në juaj. Po tani në nëndor fillojnë aplikimet. Po ja jeti gati. Po me që se jemi fillojnë për mbarën aplikimin që ta vinë dhe qytetarës. Nuk ka ndalë akoma, pasi presim VKM-n, ne kemi kërkuar si bashki të bëhen disa ndryshime për shkak se zona e njësisë administrative u dënisht dhe zona nga fundi i vilave derisa shkojmë në Voloret, nuk ka hotele dhe për të dhënë mundësi bizneseve për të punuar gjatë sezonit të verës, kemi kërkuar që për këto zona të mos zbatohet VKM-ja vetëm për hotele, të t'ju jepet mundësi dhe bar-restoranteve që plotësojnë mbi 20 tavolina. Në takimet që kemi bërë me Ministrin e ri, kemi marrë okejin e tij dhe presim që ajo të pasqyrohet në VKM. Pas VKM-s, me njëherë fillon aplikimi. Besoj se mund të fillojë nga data 15 nëntor, siç filloi vjet deri në 15 dhjetor. Megjithatë, ne në fillim do ta bëjmë për publik kur të jetë zyrtar. Tani në këtë moment tani. La procedură verbale probleme și ușurare. Vă comandă să fie pentru ministru. Tot de să tot stați. Ne marrë nga e ka kërkuar ministria. Se do t'ja marrë nga këtë ne să Ne zbatojmë VKM-n aktuale, por derisa ajo është akoma në fuqi dhe ne duhet të dërgojmë këtë hartë. Dakord? Kundër abstenim vazhdojmë me projektimin e radhës për miratimin e listës së përfaqësisë së tokës për periudhën e 2 hektarë të 5200 hektarë të ndodhura me njësinë administrative të Shëram që mund të jeten me Shëram. Intenzione speciale. Io proiectele culturale, artistică, de sportive. Artistică, de sportive. Bun, și că știu că mine cam da șurzi. Peisaj, peisaj. Vezi? Nu ce vedeți. Është një perspektivë të cilën e kemi diskutuar në mbledhjen dy mbledhje të kaluara. Sot është e treta. Kam një përfaqësi banor, në qoftë përshëndetet e kanë diskutuar me zëruar si çështje. Kam një përfaqësi banor, si të standardit të kohës.
Lutem, prezantou. Kejti Beshori nga shatë Shëram, fermeri shatë Shëram, dhe marrë të shatë Shëram. Vërtet në erdhën disa përfaqësues të bashkisë, pa në edhe të hereti. Pullota tonë edhe baktitë që kemi përdara ati, dhe u tamë përgjigje që jo, se në qofë se neve, në marrë në qofë se dhe atë njësë që e kanë fitur në të vatuar në Këshillu. Sot, i bie që na e ngurfare se në 2 krahë që kemi të shatit Shëram, i kanë blokuar, i kanë zerë. Dikush t'i përgjerit e një arë Abrahami, kanë me Evropë të zani, e ka rëtuar Nixi, e kanë vërë e ka marë, përësisht e kanë bjellë e ka verë. Edhe të krahë t'i që do votohet sot, që ose nuk duke një mos të votoni po. Por në izbunat të Nixi, i bie që neve, nëse pasë nëse, ne për ujë që u investuar e kapë në atë rezervorin tonë, shatit Shëram u investuar e të shkem bakti të pinu. Në ndërpritet fare që nuk ka rëndë të pinu, edhe të kullotat e fshatit që kemi të vetët kullotat e shangit. Kështu që ju lutem si shqiptar bashkësimi, mos e votoni se na merr çfarë. Se nëse pas një kur kanë bërë bakti tonë aty në atë aeroja, aty përpara do arrim si të konfliktojmë aty, siç kemi në tjetrin atë matash në afret që çoshet që mos na hyrë. Ka çështë. Fali ju shto fjali sa edhe në mbledhje sepse nuk ka. Po. Jeni Shpej përgjigje në të tonë? Ne vazhdojmë. Duhet ta ishterimi që... Neve si bashki shkuam në SIS, vajtëm në të vëndin, takuam të në pjesë bankorë, atë dhe sa kjeqë. Shpjeguam pozicionimin se ku to parcela shtërje. Pjesa që banorët e ishte pjesë e pullotës, neve nuk e kemi sjellë projektendim, e kemi hequr. Në të projektendim që ne kemi sjellë janë 2 pjesë të vogla, të cilat nuk kanë interes për zhvillim shumë të madh, por ne kërkojmë një lëmë, sepse mund të jetë pjesë e ndonjë zhvillimi dhe pjesë të banorëve, që janë 2 parcela të vogla brenda kësaj parcele. Ne për zhvillim janë vetëm 328 dhe 34 dyshi, ndërsa 67 nuk mund të jenë pjesë të ndonjë zhvillimi të madh, por ka që janë në statutor dhe ne kemi në dokumentacion dhe nesër banorët mund të jenë interesuar për zhvillimin e këtyre pjesëve. Ne mendojmë që praktikisht të kalojë pari dhe të diskutohet në procedurat e njohshme të fondeve gjiramarrjes sipas interesit që do kemi. Me një janë të fjalë, dua të sjellë edhe diçka tjetër. Ne kemi pritur nga banorët ose nga dikush tjetër që ka prezencë pronarësh apo jo. Gjithashtu lojimi ndjeni që nga muaj maj në sistemin e Albania është paketa e maj. Kush që është interesuar të zotron, disponon, apo është posëdus, duhet të shprehë interesin në platformë për të marrë ose posëdimën. Theksoj se në të gjitha këto prona nuk ka asnjë lloj shprehje interesi. Do me thënë që ta banorë mund të jenë shumë të interesuar që të rrinë të lloga, por nuk janë të interesuar që të prona që të luar. Dhe neve nuk mund të presim patundësisht dokumentacion dhe rritje derisa sepse ka dhe imputim. Prandaj unë i propozoj Këshillit, pronat janë bashkisë, ne ta miratojmë dhe bordi i gjinadhamjes të vazhdojnë procedurën. Së falë, atëre si pas të i bie që ato toka bire të i pare të shatë. A e të mare se në imi pak të mare. Ne do të marrë vetë të shatë. A të qëra interesohë, a të interesohë. Ti që ka të interesohë. A ka e në plata në reka të në muaj. Bide si të nga ati. Për të puta aporë të tjetë. Të tjetë të poshtë që të e përë më vajtë të përë të tjetë. Tjetë të mirë të marruar një ati. Në momentin që por në momentin që po bashkë ka të dhimi paguanin taksa, qofte edhe të 2024, do një paguanin. Marrin vesh u fut prapë në një ditës për të marrë këto kullota. Këtë kullotë të paguanin atë. Këtë taksë.
Në një një shpetore e të dalë, në qose të që në po ta që anke të shëtë, bajnë, ta që ne që në si tregojnë ata shëtë të tyre, i mora në të rinë të shëtëdorë një me baki, i mora në të së të tyre. Urdojnë e pikini baki, po jonë duhet të zemë këtë tempo, ata i pasë në shumë një kende, të votoj këshilli, se po votoj këshilli pasë të marrë i marrë të gjitha. Nuk i marrë të gjitha, se që tu janë shumë statuar në nga në të Si është më mirë të ndihmojmë banorët e fshatit Qevalëve apo të ndihmojmë ata Tiranës? E more Tirana komplet do të qilë. Si marrë në ka thënë po që Qevalëve grevot në 2 gradë që në varë të duarë. Mori grevotitën vetëm subvencionim ka marrë, vetëm hipoteka nga shteti, as filloj mesë. Pastaj zë të vëllë. Vetëm dirë, me subvencionime nga shteti, lekë të dhata. Ta të zëpë, e as filloj zënime shazare, ka të pashkia, drejta të shetat. E si më t'i votojmë në këto njëra të subvencionime? Që se te me eti të votim, ashtë në kuta që të gjithi personale. Për në përvendimet diskutuar dhe shumë debatuar. Po, ne para të ditësh në Althagën që kemi shkuar në zonë dhe banorët e këtërimë dëshmitare. Në parenda posë për të sipërfaqe, të shkuar me qëra dhe të tregoj që që nga përpejt, pas jaku janë banorët dhe ta së do të kush. Janë interesuar drejt për drejt për këto sipërfaqe. Ajo që më shqetëson gjithashtu, sepse argumentet janë dhënë edhe nga vajzës ligjore dhe nga vetës e banorët. Dhe një argument tjetër, në vitin 2023, Komiteti i Investimeve Strategjike ka vendosur për mos dhënë 139 hektar midis njësisë administrative qëra edhe Buqimas. Dhe argumenti ka qenë ky. Zona e projektimit me sipërfaqe, pra e kam për këtë projektime dhe projektime tjera cilat mund të sillen më vonë. Nuk ka një regjistër fillestar në kadastër, mos e regjistrimi si të pengon marrje e veprimet të mëtejshme ligjore nga ana e institucioneve. Dhe tjetra, projekti propozuar është mos përputhje me planin e përgjithshëm vendor. Çdo projektim për paqe fotovoltaike duhet të ketë të bashkangjitur rregull dhe përputhshmërinë me planin e përgjithshëm vendor. Ky vendim do të hyjë në fuqinë e njerë, pra nuk e ka miratuar në 2023, kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike, kryeministri Edi Rama. Ktu na shtetën shpeshherë nga sekretari i përgjithshëm që ne bashkia nuk e kemi dhënë, do të një pjesë në interes banorëve, mirë po pas ka qenë tjetër dhe tjetër kushtu dhe 139 hektarë, pra në vendim kryeministrit. Dhe ne si po them ata si administrator, sigurisht do të kemi këto po them argumenta për të sjellë të gjitha projektimet. Pra gjitha projektimet për paqe fotovoltaike do të kenë shoqëruar me përputhshmëri me planin e përgjithshëm vendor. Dhe për të kthyer në fakt çdo dokumenti që ju konsideroni që jemi transparent për kolegët, u e keni gjetur proces çfarë dokumenti është? Mund ta gjesh shkollën, dhe unë dispozicion. Për ta unë jam kundër dhe i bëj edhe thirrje gjithë shtetërorëve, pasi ne përfaqësojmë banorët e interesave të tyre për ta votuar kundër këtë projekti.
që nuk kanë toka për fotovoltaike, dhe fotovoltaike janë toka të përfatuara, që edhe fotovoltaike. Edhe kjo ndoshta ashtu, do janë toka që prodhojnë, toka që mbullosin pa Sjaroj, nuk ka se toka. Më falë, të më të pasaj, se që jemi si... Pa i Marovi i zotë Ky është një projekt vendi që ka paraqitur shumë probleme dhe është realizat që paraqitet e banorët për shqetësimin. Falenderoj Arbetin, që ka një dhe i të gjithë dhe bashkarisht për reflektoren të gjykoni në objektivitet se ne kemi për një vetim. Por kemi marrë mandatin e këshilltarit dhe unë e shpër të arsyeshme që ne duhet të mbështesim banorët. Kështu që mos shkruajmë interesatura, secilit marrë përgjegjësinë personale edhe të gjykojmë më shumë transparencë, kaq kishte sa tani negociatet e konstruksionit. Është e sensitive që e ndjejmë si përgjegjësi morale. Sjaroj dhe propozicionin që citoj sekretari politik më ai për sot, por problemi i investitorit strategjik ka qenë. Ka kërkuar nga Bashkia e Shprehjeve që ne të shpreheshim në lidhje me sipërfaqen që ata kanë kërkuar. Është e vërtetë ata kanë kërkuar 100.000 hektarë, kanë kërkuar një goxha sipërfaqe madhe që fillonte që në Ploçën në mbaronte në fund në Lymës. Ne kemi kundërshtuar është, ne kemi kundërshtuar me argumente. Atu ka freshta, ka toka ndara në të përë, dhe gjitha, dhe ka qënë kontributi dhe kundërshtimi i bashkisë që ai vendim është marrë dhe kryeministri ka marrë komision. Nuk është e vërtetë që ai e ka marrë me mendjen e tij, sepse disa institucione të tjera kanë qenë pro për të zhvilluar ai projekt, dhe ne kemi qenë kundër. Sepse aty janë rritur kantinave, një pjesë shumë e mirë e tokave do përdoret për atë qëllim, dhe pjesa tjetër, të cilën ne tani vim të kthehemi tek ky propozim që ka bërë, nuk ndikon as pak në zhvillimin ekonomik të zonës. Nëse ai bashkë do ndikonte në zhvillimin e zonës dhe ishte në kundërshtim me gjitha planet e zhvillimit strategjik, sot ne jemi në kushte të tjera. Kjo sipërfaqe që ne kemi nuk ndikon absolutisht në asnjë lloj ndikimi. Këtu ndikohet edhe ajo që ne themi mos bëhet sepse do na bëjnë akoma të tjera. Si janë investicionet me ato të bonitetin që ta... Okej. Si janë në pozicionin tjetër. Ju keni një vendim që të filloj procedura dhe në mbarim. Komisioni që ka dhënë sotën bujqësore pas Kunsillit nr. 1 vazhdon procedura për dhënien e qira. Shpreha interesit për të dhënë me qira, ato nuk të bëjnë kurrë, as fotovoltaik, as diçka tjetër. Sepse ligji nuk të lejon nëse komiteti i këtyre tokave është mbi 6, aty nuk lejohet të zhvillohet kapitale tjetër derisa në ndalim bujqësor. Kur komiteti i këtyre tokave është 7-8, lejohet agrovoltaik, që do me thënë poshtë tjetë bujqësi ose vetarik dhe sipër tjetë fotovoltaik. Dhe mbi në është për fotovoltaik. Kjo është varësi të komitetit. Komiteti që të sqarojmë në faktin tjetër, bëhen analizat dhe e cakton Ministria e Bujqësisë. Analizat kryer nga institucioni i qendrës trasferimit teknologjive bujqësore në Fushkruj, të cilët vinë, marrin, bëjnë analizat dhe me vendim me urdhër ministrit pa vazhdim procedurë. Janë identifikuar të komitete strukturë tokave që ne japim të mos lodhet? Jo, neve nxjerrim. Okej, ta shpjegoj. Në bazë të zimit, pjesëmarrësi që do vijë, ne do ta nxjerrim shpalljen dhe pjesëmarrësi që vjen nga sjellja dhe vërtetimin e bonitetit kur merr pjesë dhe udhëzimin tonë, sipas bonitetit caktohet edhe qiraja edhe destinacion. Për të pjesën e bonitetit që thotë legjo, këtu thotë që është për rregullimet bujqësore, pse e përmendi kartën e bonitetit? Jo, ishte kishte si ajo që na vjen. Duke thënë boniteti do të thotë që ajo nuk të përdoret mbas të dalë boniteti mbi as nuk atëherë në shkollën e tjera. Kurse në vendim proces për rregullimin bujqësor. E parë. E dyta, ne do ta marrim të vendon, thotë që banorët nuk duan ta zhvillojnë këtë tokë.
Në fakt banorët atje kanë kohë që zhvillojnë tokë, po zhvillojnë në burgësi sa të drejtë. Nëse i zhvillon aktivitetin mësorë, do të thotë që nuk e zhvillon tokë. Po ata nuk e bëjnë ata atje, nëse ti e bën parë që ne ato të zhvillon, nëse e bën makinë e zhvillon, por ata njerëz dhe në burgësi. Unë po të them, ka që në majtë të paket e madhe dhe nuk ka asë shpreje interesi. Si të të zhvillosh, ti si interesi si të të zhvillosh. Kam se të vjetë e kam shketur në vënd gjitha to. Dhe ta që atje kulosi për me të të shprejër inka e të të rejër gjeve. Atje ku e shkët që zotëria të 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 ka të të më prodhim në to. A i pagurit të të një E të mime, nga e përkuar në sot, nuk e ditë si të paguar të të zotëria të 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 qëmë e të ratë, se në paguar në plot, si do të paguar. E që të përkuar në nuk e nuar vesh, se si u punuam, a u votuam të në pëshim, a su votuam, se si u mbalë të toka, se si u rëtuam, shati që ramë të mojë vesh, që kundi, se që anë bërë, bile në rrugën që ne kalojë, që nga marë, në ramë tjetër, u blokuam, u zume rritë, edhe nuk e ditë se që anë bërë. Këtë shu të bërë të ramë të të qose, fillon një për këto toka. Edhe kur të dalë në në majtë, ati do të dalë miksi, si që nga dojë në të përqanë, që e mojë që bërë në bërë, e të një shumë të policisë. E ramë në majtë, e i thamë ashtë hikër, shkomë shpja, e nga për i shiti me pak, tjime të rrë, a kur t'i që këtë. Sot e sa i t'a e të parë një ka një punon në rrushë i bërë. Shkomë t'i. E në të gjithë të në kërënë, në qose më vinë në mikë, ma zjarë, që ka të të përmendë të një qua. Se do dalë në të majtë, i të të mua, të i që atë e kam arrataj qilë mua. Faleminderit, atyre kolegë. E hedhim në votim? Atëherë, fragmentim për miratimin e listës së sipërfaqes së tokës për 35 hektare 500 të ndodhura në njësinë administrative të qëra që mund të jepen me qëra. Është dakord? Pani perdonat të artikullat?
është e rjeshtë, në të kundra, një abstenim, Edhe njëri në pardon është në shikë se po përsi dhe sa më po bëjnë një kush është pro, mos është pro, kush është ne që kemi të qartë gjithë mos kemi kush është pro. Ne sot të lutem më të shumë. Jo më është. Sono andati ciao, Vazhdojmë atëherë me përshëndimin e radhës. Përshëndetim i dhënies shkrim për sëriqitje që ka propozuar arsimin e mesit të ligjit shkollor publik të katër Përviti shkollor 2024-2025 ka udhëzuar dokumentacionin për katër dhe 10 dhënës, të cilët plotësojnë kriterin e vendosur të notën mesatare në shpiktet e dhe lartë. 3 nxënës të tjerë kanë udhëzuar dokumentat, por ndërkohë mesatarja ka qenë në kriterin e vendosur. Tonë është njëjtë si vitin e kaluar, ka të qenë ne diskutuam dje në komisione dhe lutem nëse vem janë të përcaktuara të disa kritere, të mos pranoni dokumenti ka nëna të mesatare që është përcaktuar. Aqë që të tepër të hidhen në shëndim, se kjo është një adresë. Që të ju duhet të mos pranoni dhe të sqaroj qytetarëve, nxënësve, që këto janë kritere, se kush të pranoni, kish na vjen, sigurisht ne jam të hapur që të vlerësojmë fëmijët, po që këto janë kritere. Që në profesion, në mirë mos si sëllit parë. Këto janë kritere. Jo, mos i pranoni, po duhet i pranoni në pisimin. Jo, mos ne se të rejtë si sa, në sinqerë të njemi vetë. Se sa i fëmijë me thonë që se i dishtë në fund e të që nga të përshime. atëherë, ka ardhur prej vendimi i korrigjuar mbasi kësaj proposizione, por gjithashtu edhe ndarja që kemi bërë sipas kritereve që kemi përcaktuar ne si këshill. E kemi marrë të gjithë me merr. E hedhim në votim. Kush është dakord për shërimin e ndërve ekselencë edhe sugjerimi për vitin tjetër do ta kemi të gjithë parasysh që ta shtojmë atë planifikimin e këshillit buxhet të presidentës. Kundër abstenim ka propozuar për arsye se ju gjithë keni miratuar në muaj mars, kanë ndërtuar të shënit për migracion e vendore. Dhe duke qenë se me ndryshimet ligjore është e detyrueshme që gjitha bashkitë të ngrihen strukturat për migracion e diasporës, duke qenë se ne vetëm kooperativë për gjithë Shqipëria larg migracioni diaspora, kemi parë të nevojshme në rritjen e komisionit të përgjithshëm që i shtohet në komisioni ekzistent, në mënyrë që të fuqizojë dhe të arrijë objektivat e parashikuara në program. Komisioni do të shpërtojë të gjitha propozimet apo vendimet që ne do të marrim në lidhje me këtë fushë dhe qëllimi ynë është të integrojmë të gjitha ata që kanë nevojë grante që duan të rikthehen, në mbështetje, qoftë në politika, qoftë në shërbime,
Por edhe një nga qëllimet kryesore është që pse mos promovojmë investimet e diasporës në rritjen e tyre. Kjo është pokazimi. Gjitha për shënjetën e politikës. Thjesht domethënë emri të komisionit i shtohet pjesë. Sepse nuk krijonin një komision breshtë. Kush dakord? Kundër abstenim Vazhdojmë atëherë me prezantimin e Ramës për në shpesë buxhetin e vitit 2025. Po, vendimi i Ramës ka të bëjë me një shpërblim që u jepet mundësive të sektorit të zjarrëpiksës për shkak të zjarreve të rëna gjatë periudhës së verës dhe pjesëmarrjes të tyre në këto zjarre. Është më që kemi postë. Mirë, si interesojmë i falenderojmë dhe për punën e të sakrificat që bëjnë gjatë gjithë periudhës. Dakord? Kundër abstenim dhe urojmë të kemi sa më pak zjarre. Vazhdojmë me prezantimin e radhës për raportimin e ndihmës financiare për familje me zoti padosur për ndihmën e shpëtimit të parimit për fundin e bashkëpunës edhe për shkëlqyeshmërinë e familjes. Vazhdojmë me prezantimin e radhës për miratimin e parimit të ndihmës për shtrimin e linjave përdorsore telefon, energji, televizion, kabel, internet. Përshëndetje, të gjitha objektivat përse ku kërkohet ky projekt dhe janë cituar edhe tek redakcioni, ndër të tjera de facto domethënë ky projekt ka marrë shkas nga kërkesat e subjekteve të interesuar që janë me licenca që operojnë në fushën e telekomunikacionit për energji, TV kabllor, internet. Ata kërkojnë të shfrytëzojnë tubacionet nën-toksore që janë asete të bashkisë, në mënyrë që të shtrinë linjat e tyre. Për këtë bashkia po gradec edhe i tarifon në anë të VTB-s që është miratuar nga Këshilli Bashkiak, që është tarifa për linjat ajrore dhe nën-toksore. Duke marrë shkas, kërkojmë miratimin e këtij projekt vendim në mënyrë që subjektët që janë të interesuara të paraqiten pranë bashkisë Pogadec për të nënshkruar kontratë në mënyrë që të vazhdojnë me punimet e tyre në tubacionet nën-toksore që ata e kanë të nevojshme. A i që do të përvapin, do të ishtë të do të hati tubacione më vete, si do të përvapin? De facto, të gjitha këto linjat shfrytëzohen nga operatorët që janë në treg. Dhe mësisht si bashkë ka vetë të nata? De facto, i shfrytëzojnë këto linja dhe bashkia ju a merë tarifën. Por, tani e tutje, do më tani duke qenë që disa subjekte kanë pasur vështirësi gjatë punimeve në teren dhe ju shkojnë kontroll, ju kërkojnë një dokumentacion që kanë leje nga bashkia, dhe ata nuk kanë asnjë leje, kërkojnë që të lidhin kontratë me bashkinë në mënyrë që të shfrytëzojnë këto tubacione. Nuk është investim, është këto tubacione që janë ekzistuese, i japin në përdorim. Ajo
I kanë të shtrira, i kanë vendosura gjitha ato linjat. I kanë të shtrira, i kanë vendosura gjitha ato linjat. Por ata nuk kanë kontratë me bashkinë, subjekte private kanë Një subjekt që është interesuar, kërkon që të lidh kontratë me bashkinë, kërkon që ka një kontrata me bashkinë të tjera. Do fute një linjë e re, Jo, subjektet të gjitha që janë ekzistuese, janë kërkon që të lidh kontratë me bashkinë. Gjitha subjektet që janë interesuar, do të bëjmë kërkesë pranë bashkisë, nëse do i mirë ato, do vazhdojmë me lidhjen e kontratës. Si në qoftë se do i mirë ato. Operatorët të cilët janë të licencuar. Nëse një operator e mori lekë të interesit, vjen një tjetër në brenda, do të kanë tjetër apo do shfrytëzoj atë? Jo, ato ato ekzistuese, bazohet janë Ne
do shkojnë aty në operacion. Fakt, nga sa unë më dakord në shumë bërë institucionin tim, jam tip të ri, jam familje re dhe kam shpenzime janë të vetë shumë gajtë, unë në të përko që arrim të vetë me njëri tjetëri, që janë drejtojnë të vetë qiftit dhe në unë kam në kundra që ishte arbri, Klajdi, Biogeni, Anila, Lilia, Marina, Arbri, Klajdi, Biogeni, Anila, Lilia, Marita, Ivana, Jemi të të tjera që përkesa në pesa. Ishe kontaktimin me grupë për të sinarë. Tërkona se kemi Dhe
zonës tek varrizat e Starovës. Unë kam bërë kërkesën personalisht kryetarit. Kam bërë kërkesë këtu dhe te Jona, kam bërë kërkesë dhe banorët, rruga që ngjitet nga rruga e Korçës. Për në Rëmej, aty në është lagjetër, nuk ka ndriçim. Shtylla, pa levë infrastruktura shpërtor. Vazhdo kërkesa nuk e vidane, nuk e diskutoj që vese. Tani, në kryetaria, por do ta përcjelli, do të flasim me ata ndriçim dhe asa i valid pas ka problemi ka dërguar një kryetare me ta. Unë e përcjella banorët që kanë dia të trafiku të çfarë që bërë, është ka përcjellë. Tani nuk kemi shumë keq edhe përpara banorëve sepse ne përcjellim kërkesa dhe ashtemi. Jo, është shumë tjetër për shkak të varrezave të Do t'i referosh edhe një trajnime që do të thonë dhe ju dha goxha prioritet buxhetit të Këshillit Bashkiak. Apo jo kryetare do na thonë me shumë e përsipër, që buxheti duhet të përcaktuar çdo vit dhe jo të detyruar, por ju takon që ne kemi buxhetin, ne nuk është se e kemi marrë të buxhetin e Këshillit. Kështu që do të shkojmë për vitin e vazhdim buxheti që ka Këshilli Bashkiak. Edhe me këto duhet jeni korrektme, sepse më duket si mund të respekte dhe të pasdore të pasgaruar. Besoj se dua mision. Po, sepse ne vim me punën tonë, na duket sikur. Kisha vetëm një shqetësim. Dua që ta shënoj aty domethënë rishikimin ose pushët e kontratës së midis bashkisë dhe firmës pastrimit. Ka shumë probleme me pastrimin dhe largimin e mbetjeve në gjithë kësitë administrative. Ne kemi miratuar para 2-3 muaj para se lindi kontrata dhe kemi diskutuar gjithë ato pika, ishte shumë rezistense diçka që shkruaj aty. Mirë po, zbatimin të rejnë tek për të këshilluar. Po Gradeci nuk është vetëm qendra. Nuk është vetëm lagjet kryesore, por janë gjitha njësitë administrative dhe shumë njësi kryesore që ne kemi parashikuar ato që do të bëhet pastrimi edhe largimi 6 herë në javë, aty bëhet njërë në një javë. Prandaj duhet që të shikohet kontrata e pastrimit. Dhe mundësisht se jo të drejqim të rezerve në mesi. Të monitorat. Do kontratë në mërë. Jo, të shikohet të drejqim të rezerve. Jo. Sa në kuptonë? Të monitorat. Nga këshilli? Gjitha po nga që për njësi administratë, po sajnë si këshillu, do me në administratone, që se shikoj që sajtonë. E fatë që është problemi dhe në shpirit. Unë kisha e në kërkesë me një banore, duke si të fanë këtë pyrë të asosia me qarkja me në nëse jo. Pyrë nëse bashkia me në planë për të reguluar rrugës që të qotë grupën e plata e kërkosë. Unë shërbrej shumë si komentarë atje dhe janë shumë impresionuar nga qëtësia e mëndesës dhe
për mirë, por rruga është një histori krejt tjetër. Është një shumë duke pasur parasysh të shumë njerëz të rëndësishëm nga jashtë Shqipërisë, po si një model, po në njësimin e sistemit të fuqeve të shkruar. Disa javë më parë, pati një delegacion evropian, prej 20 personash nga Holanda që vizitohen. Si shtetat shqiptare dhe amerikane, duhet të rinë prenare për vendin tonë dhe përmirësimin e tij në sistemin penal. Dhe po pyesim se kanë një projekt të propozuar organizimin e rrugëve. Bashkë gjithë mund ta dërguar edhe votën në rrugë. Kjo më pak ishte një takim që me grup të rinj Nga të të vështrime të qytetit kanë raportime mediatike dhe të shumë të banorëve, rezulton se do t'ja ajtë të shproblemi vazhdojshme veçanërisht gjatë muajve të dimrit për shkak të përdorimit e tenteve DX me ndonjë detilarë për mbrojtje dhe qarkullimit të miteve të amortizuara me motor piste. Mungesë stacioni aktiv formatin e cilësisë së ajrit dhe të një plan vendor të cilësisë së ajrit, qytetarët e Kokradecit nuk kanë akses në informacion të besueshëm mbi ajrin në shëndet. Do se kjo është detyrë e pushtetit vendor, korniza ligjore shqiptare dhe ajo evropiane në caktojnë veçantë detyrimet të ruajtjen e cilësisë së ajrit. Ligji numër 162, fraksion 2014 për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, i ndryshuar me ligji numër 68 fraksion 2024 përcakton se njësiteve të qeverisjes vendore janë përgjegjëse për arkimin dhe zbatimin e planeve vendore për cilësinë e ajrit dhe për publikimin e të dhënave të komunitetit. Përmajta punës 352, datën 21/4/2015 për përgjithësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesa të standardit në kilometër, përcakton standardet e zotëse dhe procedurat e raportimit. Direktiva BE 2024-2081 që vendos obiektivat e reja për reduksimin e ndonjës së ajrit deri në 2020, duke kërkuar të çdo shtetë anëtar, çdo bashki në proces për afrimin, të zbatojë planet konkrete për realizmin e standardeve të reja europiane. Në përputhje me legislacionin e fuqive në interes të shëndetit publik, kërkojmë që Bashkia Kokradecit dhe Këshilli Bashkia Kokradecit të artojë dhe miratojë planin vendor për cilësinë e ajrit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe aktorët lokal, shkolla Ujëfut Media, të sigurojë ngritjen e instacioni automatik për marrjen e cilësisë së ajrit me publikim të hapur dhe të dhënave në faqen zyrtare të bashkisë, të zhvillojë fushata ndërgjegjësore dhe edukative për qytetarët dhe nxënësit si renditjet në ndotjes së ajrit. Cilësia e ajrit është një drejtë themelore e qytetarëve dhe një tregues shërbëqenës urban Kokradeci me status të veçantë mjeditor e turistik në një shembull për rajonin në zbatimin e standardeve mjedisorë. Ne intervit e grupit Kokradeci Provizis, vetëm të gatshëm, të kontribuojmë me monitorim qytetar, aktivitetet edukative dhe bashkëpunim institucional në frymin e transparencës dhe përmirësimin e lidhjes së përkatshme. Me respekt grupi lokal Kokradeci Provizis. Në kishë një grup të rinj, sigurisht që ne jemi të ndërqytetet me ajër më të vaste, por ka disa ligje, qytetare dhe dhe ta sugjerojnë dhe na motivojnë që ne të mbështesim për dashimin e drejtanë. Unë e quajtur Montamoli me lindje lindur në Departamentin e Darkas, janë në gjendje shëndetësore së mur, si Bashkia do t'jetë mirë se për fillimin e përgatitjes së këtij plani, do kam që të jemi në bashki model, së bashku me mua ishte dhe në sekretariatit të fundit,
tani do shihen mundësitë të gjejnë ekspertë, kanë forma për që ne shprehim në dishmërinë. Faktën nga Romëtarja është ekzekutivi. Sigurisht ne pastaj Britani dhe të kampionatorë. Problema para. Socialni finansiat e operacionit me 500.000 euro dhe kërkon që të ndihmojnë financiarisht. Drejtori i Bashkiakut Bradec, Nënda përmirësimi infrastrukturës rrugore për qarkullimin e dyanshëm dhe të njëanshëm të mjeteve, si banon rezident të rrugës Bashkovaso dhe Dora Distra, kërkojnë që qarkullimin e këtë rrugë të bëhet me licencë lëvizje për qarkullimin e mjeteve, për arsye se momentalisht shërbimi i mjeteve në këtë rrugë është shumë i vështirë, sepse rrugët jo vetëm që janë të ngushta, por ka dhe mjetet e parkuara në të dy anët. Gjë që e paseri ka shkaktuar edhe konfrontimin me institucionet të mjeteve. Shpresojmë që kjo proces të merret në konsideratë dhe të jepet zgjidhje sa më parë të jetë mundësor. Nisu nga kërkesa e Zotit Kastrioti Marnora, fshati Zavdore drejtuar nisat mesazhe promotisht ku kërkon një vit për të përballuar shpenzimet e operacionit pas institucionet financiare janë të pavarësueshme. Kërkojmë nga institucioni lor të shikohet mundësia për shtetin financiare, pasi gjendja ekonomike është shumë e dobët, të ardhur atencija në të ndihmën ekonomike. Ka shkruar për të kërkesën e fondit mandati i marrëdhënies dhe dokumentat që disponojnë për kujdesë që është sqaruar. Është një specifike të përfaqësuar kompetenca tona, ja kam shpjeguar. Ka se kam respektuar. Një shqetësim nga pritjet e fëmijëve që frekventojnë koshin, përse fondin të ejnë. Dëshirojmë të parashtrojmë një shqetësim të rëndësishëm në lidhje me kushtet aktuale në cilat përshëndohet procesi edukativ të institucionit. Së fundi jemi informuar pa informim parapar për shkak të restaurimit të kofshit tjetër. Tjerë domethënë ta kohë që pjesë parciale të kofshit janë vendosur në stacion, nga kofshit për fëmijë të rritë rrezik për përhapjen e kondicioneve sezonale, vështirësi për personelin arsimor dhe ofrimin e kujdestit individual të çdo fëmie, mungesa transparencës parapar ndaj prindërve, pasi janë vendosur në 3 fëmijë në Momentale, se